Konferenca e parë që është mbajtur mbi ruajtjen e ambientit thuhet se ka ndodhur në vitin 1972. Ndërsa para 14 shekujsh Kurani na bën thirrje neve muslimanëve që ambientin ta ruajmë. Duke thënë Allahu xhalla shanuhu në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha", që do të thotë mos bëni rregullimin e tokë pasi që toka është rregulluar. Mos bëni rregullimin e tokë pas rregullimit të saj. Wad'uhu khawfan wa tama'a, dhe luteni Allahun duke pas frikë prej dënimit të tij dhe duke shpresuar në mëshirën e tij. Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin, se me të vërtet mëshira e Allahut është afër atyre që janë të mirë. Me të vërtet mëshira e Allahut është afër atyre që sjellën mirë në ambientin, që e ruajnë ambientin, që e ruajnë dhe e pasojnë ambientin ku jetojnë. Allahu xhaleshanu kështu po na sugjeron, dërsa të frymëzuar nga ky ajet kuranor, udhëheqësit e parë musliman, si për shembull Ebu Bekri, treguohet se me një ekspedicë që ka dërguar ushtarake, me zjeras pasi që i këshillon ushtarët e tij, mos vritni gratë, leqë, fëmijë, nëse dërzohen mos zhvilloni lufte, i thotë me zjeras flet edhe për ambientin, dhe thotë: mos preni pemë, mos i diqni bereqetet të mbjellurat, mos i vrani kastët, por silluni mirë. Omeri që të pa një pjesë tokë të papunuar, kur i të udhëheqë muslimanëve dhe kishte pyetje kujt është kjo tokë, kanë thënë Bilalit. Ka marrë në pyetje Bilalin dhe i ka thënë: a do ta punosh këtë apo neve ta konfiskojmë atë? Ndërsa Aliu kur i të udhëheqë muslimanëve, një njeri kishte shku tek ai dhe kishte thënë: ka marrë një tokë të papunuar, po e punoj atë, po e shfrytëzoj atë, e kam mbjell dhe po e ujë ujë. Çfarë me propozon ti? Aliu i kishte thënë se ti ke ngjallur një diçka të vdekur. E kishte stimuluar të vazhdoj dhe të punoj, dhe të ruaj ambientin. Ebu Dërba, një shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, në moshë të shtyr që kur atje ka pleqëria, e kishte marrë një frut, një fidane të arës dhe kishte mbjell. Aty bari ka lënë një shok i tij dhe i thotë: çfarë je duke bërë? Thotë: siç po më sheh, po mbjell një frut arë. Ai shoku i thotë: po çfarë do bie kiti? Ti e plaktash dhe frutat e saj s'ke mundësi me i shiju. Ebu Dërdaja, shoku i pejgamberit alayhis salam, ja kthei përgjigjen duke i thënë: e ç'të ke që ka nëse unë mbjell dhe prej saj haj dikush tjetër? Ishte i frymëzuar nga hadithi i pejgamberit alayhis salam që ka thënë se cili musliman që shërton një pemë apo mbjell një bimë e prej saj han njerëzit, apo kafshët, apo shpenzet, ai njeri do të përblehet te Zoti dhe ajo do të i llogaritet si sadaka dhe lëmosh tek Zoti xhaleshanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke na treguar për vlerën e ruajtjes së ambientit dhe rëndësinë e pastërtisë së vendit ku jetojmë dhe ku banojmë, dhe lagjes, dhe rrugës, dhe xhamisë, dhe shtëpisë, thotë: "Es-tahuru shatrul iman", pastërtia është gjysma e fesë. Këto një pejgamberi do të thonë nuk do të donte koment. Pastërtia te muslimani është gjysma e fesë. Nëse dëshiron me hyrë se çfarë feje dhe çfarë besimi ka ai, shiqohet si qëndron në pastërti. Fatkeqësisht nuk qëndrojmë në si duhet neve në këtë aspekt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith ka thënë: besimi është 70 e sa dhek. Ma e lartë është me thonë la ilahe illa Allah. Ndërsa ma e ullëta është ima atatul edha anit tarik, me e largu një penges për rrugës. Me e largu një penges për rrugës është për zegve të imanit, për zegve të besimit, për zegve që të lësohet imani dhe besimi është me largu një penges në rrugë. Ndërsa, po ta hodhesh një penges në rrugë, ta dishte që i pengon besimi tonë dhe imani tonë që jetë si musliman. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke shpjeguar për vlerën dhe ruajtjes së ambientit, për një ambient të pastër, thotë:
e kam parë një njeri në xhenet. Dëgjoni me vëmendje dhe do të na mëson të vetëm ky hadith i pejgamberit të thënë për këtë hyrje. Pejgamberi alayhis salam kur e përmend do të marrë selavat. E kam parë një njeri në xhenet të pejgamberit. Në Miraj kur isha. Dhe ai ishte pritej në luginat e xhenetit. Dhe nuk e kishte bërë diçka tjetër të hyjë në xhenet. Përveç se e kishte prej një pemë që ju pengonte kalimtarëve, udhëtarëve. Shka për me hyjë në xhenet ishte se ai kishte prej një pemë që duket pranë oborrit të tij, pranë pronës së tij, e cila ju pengonte kalimtarëve. E neve çfarë muslimani jemi që i ngurtojmë rrugë, e që i prishim me gjat, e që umi përmogin për tretit sa të tokë, e që e dim mojgjim para derës xhamis, e që e shkelim të ndovime në brenda oborrit xhamis, e që i lajnë pusë në satër lanë xhamis. Nuk është musliman dhe të me falë namazën. Gjithëherë që me thonë se feja është gjithë përkëshishtë, prandaj një njeri pas ka hyjë në xhenet, se e pas ka lërgu një pengesë e cila i ka pengu të tjerë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: për çdo nyje të trupit njeriu do të më dhon sadaka. Shokët i thanë s'kem mundësi me bëni gjë të tillë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: çdo njeri që vendos drejtësi mes dy njerëzve, le ta dinë se e ka dhënë një sadaka. Një njeri që vendos drejtësi mes dy njerëzve, le ta dinë se e ka dhënë një sadaka. Ndihma që i jep tjetrit është sadaka. Hapa për në xhami janë sadaka. Dhe me largu një pengesë nga rruga, edhe kjo është një prej sadakave që pejgamberi alayhis salatu wassalam na porosit neve muslimanëve. Me largu një pengesë, një bërllog, një mbeturim prej rrugës është sadaka prej sadakave. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, e pas ka pasur xhamia një flak. Është hadithi pejgamberit alayhis salam, dhe pejgamberi nuk e shef atë flakën disa ditë dhe pyet për dy kohë, i tregojnë se kanë ndruar jetë. Pejgamberi alayhis salam i qorton shokët e tij pse nuk e kanë informuar me kohë për vdekjen e saj. Dhe prej aty shkon pejgamberi alayhis salam, pasi që e kanë borot pas disa ditëve dhe ja fal namazën e xhenazës, asaj flakës së varrosur e cila e kishte pastruar xhamien. Duke shkuar tek varreza e pejgamberit alayhis salam dhe për t'ia fal namazën e xhenazës së flakës, diçka një namaz i veçantë, pas varrimit të saj, sikur na bën me dije neve se kushton rëndësi rujtjes së ambientit, pastrimit të xhamie, pastrimit të shtëpive, se kjo është shumë rëndësi, se po mos ishte më rëndësi Muhamedit alayhis salam, nuk do të shkonte pas disa ditëve me ia fal namazën e xhenazës asaj flake e cila kishte pastruar xhamien e pejgamberit alayhis salam. Jemi këtë në fund të hutbes, pejgamberi alayhis salam vllazni me lejen e Allahut dhe me diturinë që e ka marrë prej Allahut, nuk ka lënë sen pas fiku. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa me këtë hadith do ta kuptojmë se edhe në gjërat më të vogla na ka mësuar pejgamberi dhe ka thënë ruani dhe kthejani frikën dy mallkuesve. Cilat janë ato që kanë pyet pejgamberin, ka thënë pejgamberi sa i mallkuar është ai i cili e kryen nevojën në rrugë ku kalojnë njerëzit, edhe aty ku pushojnë njerëzit. Se i pengon ata. I mallkuar është ai i cili e kryen nevojën aty ku kalojnë njerëzit edhe aty ku pushojnë njerëzit. Pra me një fjalë, ai që nuk bën diçka të tillë dhe ai që kontribon për një pastrim, ai nuk është i mallkuar, por është i dashur te Allahu xhelle shanuhu. Dietari i njohur musliman me emrin Jahil, me të me fjalën që të përmbyllën këtë hutbë ka thënë, ai i cili e ruan ambientin e tij e ka ruajtur shëndetin e tij. Ai i cili e ka ruajtur ambientin e tij, ka ruajtur shëndetin e tij. Ne lutim Allahun xhelle shanuhu që të kemi një ambient të mirë i cili na mungon, pakisht edhe komunës tonë, edhe rrugëve tonë plot me florë, me llëqe, me kebaba cigara, me livore banane, me çdo sa. Na mungon kjo, prandaj nëse dëshiroj një shëndet të mirë, duhet të kuptojmë rëndësi ambientit më shumë. Këtë nuk mund t'ja lënë fajin vetëm kompanive të pastrimit. Valla ata kanë faj. Kontinierin përpara e tij pe gjumë tokë. Atë nuk ka faj kompanisë. I faj të dhone që nuk jemi kulturuar dhe nuk jemi të ndërgjegjshëm. Prandaj neve si muslimanë pe ja po na mëson e mos i marrim